E rënë në Belgjik, qellohet për vdekje taksisti shqiptar. Një 45 vjeçar shqiptar ka humbur jetën mbrëmjen e sëmpremtes pas një incidenti me armë zjarri në fshatin Larum të qytetit Gil në Belgjik. Viktima është identifikuar si shtetësi Marko Beka, banues në Gil dhe me profesion taksist. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 21 pranë një parku pas kishës në qendër të fshatit. Sipas mediave belge dhe autoriteteve, dyshohet se gjithçka ka nisur pas një debati që ka dalë jashtë kontrollit mes taksistit dhe disa klientëve. Pas incidentit, autorët janë larguar me këmbë dhe vijojnë të jenë në kërkim nga policia. Zona u rrethua për disa orë, ndërsa në vend ngjarje mbritën hetues laboratori kriminalistik. Marko Beka është baba i 3 fëmijëve të moshës 5, 11 dhe 17 vjeçar, drejtuesi i një biznesi privat taksish në Gil.